e cila akide bazohet vetëm në fjalë dhe nuk i përfill shumë veprat. Da musliman të themi ja, besimi akide e Ehlis Sunnetit është me jetu mes frikës dhe shpresës, që gjymtyr ta manifestojnë atë që dëshmon gjuha. Gjymtyr ta manifestojnë atë që e thot gjuha. Nuk ka mundësi me pas iman besim pa vepra. Nuk ka iman pa vepra. Nuk ka besim pa vepra. Walladhina amanu wa amilu salihat. Thot Allah, ata të cilët kanë besu dhe kanë bëu vepra të mira, kanë vepru. Vepra, jo vetëm vepra të mira, salihat. Përke që shumë prej selefit kanë thonë, wa amilu amalan wifqa sunne. Kanë thonë, tefsiri këti ajetësh dhe kanë bëu vepra të bazume në sunnet, si pas sunnetit kanë thonë. Jo vetëm me bëu vepra të mira, jo si pas qefit tëmve, jo si pas dëshirës së dervish babas, që e pas ka po nëndër shetoni ka kënu në vesh. Jo, s'ka kësi vepra. Zikër, të cilën e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, formën që aje ka bo. Aje ka ditë mësë miri me bo zikër. Ibadet, të cilën ibadet e ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është më ibadet qori në rrugën toksor. S'ka mundësimi atë e kalu dikush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo send, sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse na dojmë me manifestu imanin dhe besimin tonë.